Avokati Agasit tha pa gjë të keqe, po sikur tha Agasi të ketë patur kontakte, të ketë kapur në një prokuror të Spakut. Cili ishte i mesazhi që dha avokati Agasit? Mos vallë mesazhi ishte që ne mbajmë peng edhe Spakun? Ky ishte mesazhi? E kuptoni se çfarë po ndodh në këtë vend. Peng të një grupi të strukturuar kriminal, të gjithë. Ky është problemi dhe kjo nuk i bën përshtypje askujt. E vërteta është, zonja ministre, dhe jo vetëm për ju, po kjo vlen për të gjithë, që ju betejën nuk e keni as me shqiptarët, as me prokurorët, ju betejën e keni me Perëndimin. E gjithë qeveria, i gjithë grupi kriminal që punon me ju dhe që u ka marrë peng, luftën e ka me Perëndimin. Dhe kërkoni të mësoni pak nga e kaluara. Askush nuk ka dal i fituar në betejën me Perëndimin. Mos e harroni. Shikoni se çfarë ndodhi me Veliajn. Shikoni se çfarë ndodhi me Belinda Ballukun. Keq e më keq. Do përfundoni keq e më keq në luftën me Perëndimin.